Projekti për ndërtimin e konviktit të djemve tek Shkolla Industriale Pavarësia në Vlorë po shkon tashmë drejt fundit. Ky projekt është në hapat e fundit dhe pritet që në janar të vendoset në funksion, ku do të kemi edhe nxënësit që do të flenë dhe jetojnë shumicën e kohës së tyre në të. Si fazë e fundit e këtij projekti ishte parashikuar pikërisht plotësimi i godinës me bazën e kërkuar materiale. Ngarkesa e parë me bazën materiale ka mbërritur këtë të hënë në konviktin tek Industrialia. Me anën e një mjeti të tonazhit të rëndë është bërë mundur mbërritja e bazës materiale, e cila sigurisht që nuk është e plot dhe do të plotësohet në ditët në vijim. Të parat të cilat kanë mbërritur si bazë materiale kanë qenë tavolinat dhe kariget, të cilat do të vendosen në brendësi të çdo dhome, ku do të strehohen nxënësit. Gjithashtu, janë sjellë edhe komodinat të cilat do të plotësojnë dhomat e nxënësve. Me anën e punonjësve nga India të firmës e cila po realizon këtë projekt, ka nisur edhe vendosja, sistemimi i tyre në godinë, sipas vendeve të caktuara. Pritet që në ditët në vijim të vinë krevatet ku do të flenë nxënësit, dollapët e rrobave, por edhe gjithçka tjetër që duhet e përshtatshme që ata të flenë dhe jetojnë në këto ambiente. Gjithashtu, pjesë e plotësimit me bazë materiale do të jenë edhe ambientet e përbashkëta. Në ambientet e përbashkëta, krahas objekteve funksionale, nuk do të mbeten pas as ato të dekorit. Sipas informacioneve, godina është totalisht gati, e pajisur me të gjitha elementet e kërkuara dhe përcaktuar në projekt. Faza përfundimtare do të jetë ajo e pajisjes me bazën e plot materiale. Këto ditë të dhjetorit mund të cilësohen ditët e fundit të realizimit të këtij projekti me afat një vjeçar. Punimet e të cilit nisën në fillimin e janarit të këtij viti. Projekti i cili është realizuar brenda afateve të përcaktuara si rrallë herë tjetër në Vlorë. Në qytetin ku projektet nisin, nuk përmbushin asnjë afat, duke të dhënë imazhin se nuk do të përfundojnë kurrë.